Lideri i koalicionit Djathtas për Zhvillim, Dashamir Shehi, në një konferencë për mediat, ka prezantuar programin e koalicionit që ai drejton për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, teksa tha se synimi i grupit politik të Djathtas për Zhvillim është reduktimi i burokracisë, ulja e numrit të ministrive dhe institucioneve qendrore. Ç'është ky vend kaq sa jemi ne, kuptoni, i lagje i qytetit madh, 20 ministri, 850 institucione. Ne duam 10 ministri, 150 institucione qendrore, e di pse qytetari kur shkojë të marrë një letër, mbaroi punë për 2 ditë. Tu duhet 2 muaj, po nuk mund të shkojë sot biznesi shqiptar, hallëxhiu Shqipërisë derë në për 20 ministri, se ka institucione, i ke merri letër, ke ky merri letër, tjetër ka it për të marrë një hall vogël. Shehi tha se një nga betejat në parlament të grupit politik që ai përfaqëson janë mallrat e importit, të cilat sipas tij janë kthyer në një shqetësim serioz për konsumatorët për afatin e përdorimit. Shumica e mallrave që shiten të importit në tregun shqiptar janë në limitet e skadencës. Nuk mund të vazhdojë Shqipëria tu shihet me mbeturinat e botës. Se në fakt, me thënë drejtën, jo vetëm që janë vjetërsirat, e shpeshherë skadume, të infektume, po janë dhe super shtrejta. Deputeti Dashamir Shehi bëri të ditur se lista e kandidatëve për deputet e koalicionit Djathtas për Zhvillim nuk përmban asnjë kandidat implikuar në veprimtari kriminale, çka sipas tij tregon seriozitetin e koalicionit në luftën kundër korrupsionit.